Kryeministri shqiptar Edi Rama ndodhet në Armeni ku po zhvillohen punimet e samitit të 8 të Komunitetit Politik Evropian, një forum i rëndësishëm që mbledh liderit e kontinentit për të diskutuar sfidat e përbashkëta politike dhe të sigurisë. Në mbërritje kreu i qeverisë shqiptare u prit nga homologu i tij armen, Nikol Pashinyan, ndërsa në deklaratën për media theksoi rëndësinë e këtij samiti si një platformë për të forcuar bashkëpunimin dhe për të thedhuar unitetin mes vendeve europiane. Edi Rama u shpreh se takimi përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të ndarë ambicet dhe shqetësimet e përbashkëta, duke theksuar se vetëm përmes bashkimit Europa mund të përballet me sfidat aktuale. Është një tjetër samiti i Komitetit Politik Evropian dhe një tjetër mundësi për të ndarë ambicet dhe shqetësimet tona të përbashkëta. Ndërkohë, është edhe një tjetër shans i madh për të parë se sa mund të bëjmë së bashku dhe sa e rëndësishme është të ecet përpara me Bashkimin Evropian. Duhet të shohim se çfarë qëndron realisht pas dhe ndërkohë është e qartë që kështu siç janë gjërat, NATO-ja duhet të mbështetet më shumë në pjesën europiane. Në këtë kontekst, kryeministri theksoi edhe nevojën për një rol më të fortë komponentit europian brenda NATO-s, duke sugjeruar se Europa duhet të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Nuk ka të bëjë me ofrimin e diçkaje për 2 apo më shumë vende, por ka të bëjë me të menduarit e të vepruarit shpejt, sepse ka të bëjë me vetë Europën, me vetë Bashkimin Evropian, një bashkim europian që nuk është i plot, është më i dobët dhe është më i cënueshëm se sa një bashkim europian i cili është i plot. Samiti bashkëkryesohet nga Antonio Costa dhe Nikol Pashinyan, ndërsa në të marrin pjesë 48 krerë shtetesh dhe qeverish, përfshirë vendet anëtarit Bashkimit Evropian, Shqipërinë, Kosovën dhe vendet e tjera të rajonit. Njërisi e këtij samiti është pjesëmarrja për herë të parë e Kanadas, duke zgjeruar dimensionin ndërkombëtar të forumit dhe duke reflektuar rëndësinë në rritje të bashkëpunimit ndërkontinental për çështjet e sigurisë dhe stabilitetit.